Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta me sot buke që zhduk rrudhat nga fytyra brenda ditës, ja si ta përgatisni. Soda e bukës rekomandohet si një produkt natyral dhe shumë i dobishëm për pastrimin e thellë të lëkurës tuaj. Çdo ditë porët e lëkurës tuaj mbushen me yndyrë, qelizat e vdekura dhe papastërtia dhe pluhuri njëkohësisht arrin në lëkurë çdo herë që ju dilni jashtë. Nëse nuk i pastroni porët e bllokuara, atëherë ato do të shndërrohen në puçra të zeza dhe tepër të zakonshme, ndaj duhet që të pastrohen nga koha në kohë. Nuk e keni patjetër të domosdoshme që të vizitoni salonin kozmetik për këtë trajtim. Këtë gjë ju mund ta bëni tashmë edhe vetë në kushte shtëpie. Veproni kështu: pastroni fytyrën tuaj në mënyrën e zakonshme. Mblidheni flokët që fytyra juaj të jetë zbuluar. Përgatiteni përzierjen për pastrimin e fytyrës. 2 lugë të mëdha me shkum rroje i përzjejmë me gjysmë luge sodë të bukës. E vlojmë ujë në një enë 200 ml. I shtojmë 1 deri në 2 lugë të luleve të thata të kamomilit. Vendosim enën në tavolinë ndërsa kokën mbi të. E mbulojmë me peshqir kokën dhe e lëm avullin që të depërtojë në fytyrë për 5 deri në 7 minuta. Në fytyrën e avulluar dhe të lagësht vendosim përzierjen e përgatitur më herët, duke i evituar pjesët rreth syve dhe të gojës. E hapim çesmën me ujë të ngrohtë dhe nën rrjedhjen e ujit vendosim gjithashtu brushën e dhëmbëve. Për këtë juve do t'ju duhet një brushë e butë apo ndonjë speciale për fytyrën, ndaj ne e pastrojmë butësisht lëkurën e fytyrës. Vëmendje të veçantë duhet i kushtojmë hundës dhe ballit. Shmangni nga pjesët rreth syve, fërkojmë buzët dhe i lajmë me ujë. Pasi të shikoheni në pasqyrë, do të vëreni se nuk keni më puçra apo kokra të zeza. Porët janë pastruar dhe fytyra juaj do të shkëlqejë. Këtë procedurë duhet ta përsërisni të paktën një herë në javë. Kosti, nga ana tjetër, nuk është vetëm një produkt i shijshëm dhe plot me vlera për të konsumuar kudoherë, por janë pikërisht këto vlera të cilat e përmirësojnë shëndetin tuaj të lëkurës, në qoftë se ju e përdorni atë si një maskë, pa nevojën për t'i shtuar as edhe një përbërës tjetër. Kosti kthehet në maskën më ekonomike, por me përfitime vërtet të mrekullueshme. Minerale dhe vitamina të cilat gjenden tek kosi janë pikërisht arsyeja se pse kosi i jep lëkurës së fytyrës një rigjallërim dhe njëkohësisht një shkëlqim të menjëhershëm. Sipas të dhënave janë pikërisht këta përbërës të cilët ndikojnë në shëndetin e lëkurës. Zinku është i njohur për vlerat e tij antiinflamatore, nxit rigjenerimin e qelizave të lëkurës, si edhe balancon gjëndrat yndyrore të cilat shkaktojnë krijimin e akneve. Të gjithë ne e dimë që kosi përmban kalcium dhe ky mineral është përgjegjës pikërisht për hidratimin dhe parandalimin e përtharjes së lëkurës. Vitamina B ndërkohë nga ana tjetër bën të mundur mbrojtjen e qelizave të lëkurës nga radikalet e lirë, si edhe nxisin prodhimin e yndyrave tepër të shëndetshme. Acidi laktik gjithashtu është një nga përbërësit kryesor të kosit dhe ai gjendet me shumicë tek produktet e lëkurës. Ai funksionon si një agent kundër rrudhave dhe plagjes së lëkurës, por veprimi më kryesor i këtij acidi është parandalimi i prodhimit të enzimës tirosinase, e cila nxit prodhimin e melaninës. Kështu, lëkura juaj do të jetë më e bardhë dhe njëkohësisht më e pastër. Mirë po, si të përdorni ju kosin për lëkurën tuaj? Mjafton që në një filxhan kafeje ju të hidhni 2 deri në 3 lugë çaj me kos dhe më pas ta përzieni derisa të formohet një pastë e mirëfillt.
Më pas të vendoseni atë në fytyrë duke treguar kujdes që të mbuloni të gjitha zonat problematike si edhe qafën. Ne ju këshillojmë që ndërkohë që lyeni fytyrën edhe të masazhoni atë me lëvizje rrethore për të nxitur edhe qarkullimin tuaj të gjakut. Ne gjithashtu ju këshillojmë që kosi të lihet për 5 minuta duke krijuar maskën e mirëfillt dhe duke u tharë. Më pas, prisni 15 minuta dhe mjafton të njomni pak duart me ujë dhe përsëri ta fërkoni fytyrën tuaj derisa shtresa e kosit të thërmohet. Kështu ju do të largoni të gjitha qelizat e vdekura dhe papastërtitë të cilat janë akumuluar në poret e lëkurës gjatë ditës. Kosi gjithashtu përmban bakteret të cilat të luftojnë të gjitha papastërtitë të cilat janë të mbledhura në lëkurë nga kontakti i saj me faktorët e jashtëm. Por gjithashtu, ju do të parandaloni edhe krijimin e akneve si rezultat i infeksionit të poreve nga papastërtitë. Më pas, shpëlajini lëkurën me ujë të bollshëm dhe fshiheni lehtë me peshqir. Nëse keni fytyrë të ndjeshme, ne ju sugjerojmë që thjesht ta shpëlani fytyrën tuaj me ujë të bollshëm. Sa shpesh duhet që ta përdorni kosin për lëkurën e fytyrës? Për personat me lëkurë të yndyrshme, është e këshillueshme që të përdoret çdo ditë për të patur rezultat, ndërsa ata të cilët kanë lëkurë të thatë mund ta përdorin 2 apo 3 herë në javë. Maska me limon kundër rrudhave. Për këtë juve do t'ju duhet 1 limon, 1 deri në 2 lugë gjelle mjalt dhe pambuk. Si ta përgatisni dhe ta përdorni këtë maskë? Shtrydheni limonin, lëngun përzjeni së bashku me mjaltin. Nëse keni një lëkurë të ndjeshme, preferohet që të shtoni edhe pak ujë tek lëngu i limonit. Vendoseni këtë përzierje me pambuk në fytyrë. Lëreni të qëndrojë derisa ajo të thahet dhe më pas pastrojeni fytyrën tuaj me ujë. Aplikojeni këtë maskë të paktën një herë në javë dhe kështu ju do të keni një pamje më të freskët dhe më pak rrudha. Lëkurë të butë dhe të shëndetshme fal vitaminës dhe edhe C. Do të keni një lëkurë elastike dhe rinore fal flavonoideve të cilat gjenden në agrume. Maska natyrale me karrotë dhe mjalt. Për këtë juve do t'ju duhen 1 karrotë, 2 lugë gjelle mjalt. Si ta përgatisni dhe ta përdorni këtë maskë? Lajni dhe prejni karrotën, vendoseni karrotën në blender. Kur të jetë gati, shtojeni edhe mjaltin dhe përzjeni mirë. Vendoseni maskën në fytyrë, lëreni të qëndrojë për 20 minuta. Më pas pastroni fytyrën tuaj me ujë. Këtë trajtim aplikojeni 2 herë në javë. Rezultatet që ju do të shihni: lëkurë e shëndetshme fal sasisë së lartë të antioksidantëve, reduktim i rrudhave. Ndërkohë, mund të përgatisni edhe maskën për një lëkurë elastike me vaj ulliri, vazelin dhe vitaminë E. Ju duhet 10 ml vaj ulliri, 3 kapsula të vitaminës E dhe 3 gram vazelin. Vendoseni të gjithë përbërësit në një enë dhe përzjeni mirë. Nxeheni enën dhe më pas të lëreni që të ftohet. Më pas përbërësit vendoseni në një enë tjetër. Aplikoni krem në qafë dhe në krahëror para se të shkoni në gjumë secilën natë dhe për 2 muaj qafa dhe krahërori juaj do të duken më të freskët dhe më rinor. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!